Ja pa rikthehemi sigurisht, tashmë e kam Valonin këtu në studio. Pak edhe nga kënga e tij e fundit 2 fjalë, por gjithashtu ju kujtuam edhe disa nga performancat e tij në vitet më herët, prej në vitin 2003 nëse s'gaboj, ka qenë edhe ashtu kur filloi të marrë në fakt edhe emrin. Valon, përshëndetje, mirë se erdhe, faleminderit shumë që je pjesë. Përshëndetje, televizionit Alsat, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që ndave kohë. Tash pas një kohësh të gjatë nuk kam qenë musafir këtu në televizion, po qenë ka ai televizioni ngrohtë, si më herët si ka qenë. Mirë se na vjen, edhe shqyr që na u riktheve, të rikthejmë pak edhe në ekranet, se besoj që i ka marrë malli të gjithë njerëzit edhe të dëgjojnë. Ishte momenti që të bëjmë diçka të mirë për t'ja dhuruar publikut. Ma Valon, të cilin e ka njohur më herët. Sigurisht, për të na sjell atë muzikën e mirëfillt që gjithmonë e ke pas, muzikën që unë më herët e thash që jemi rritur, e kemi kaluar fëmijërinë dhe adoleshencën, sigurisht. Më thua një herë para se të hyjmë se unë dua sot që të flasim për fëmijërinë tënde, për jetën, karrierën, të gjitha nga pak do t'i flasim, kemi kohë, por më thua një herë se duke qenë se jemi edhe po e kalojmë dhe e mbyllim edhe këtë vit. Si ka qenë ky vit për ty, viti 2025? Po si ka qenë? Ka qenë i gjeshur me mbrame, po flasë në anën profesionale. Ka qenë i gjeshur me mbrame, me darsma, pak më shumë se vitin e kaluar. A ndoshta ka ndikuar edhe tash pse është edhe videoklipi i ri. Ndërsa sa i përket anës familjare, unë kam edhe një djalë. Me jetë gjatë. Faleminderit, kështu që për mu këtë ma më rëndësi. Në përgjithësi pra ka qenë një vit i bukur, nëse mund ta përmbyllim. Ajo është me rëndësi. Nuk dua të dal tek kënga 2 fjalë, sepse do të flasim pak më vonë, dua t'i marrim me radhë ashtu nga fundi, të përmendim 2 fjalë si erdhi dhe si ide dhe rikthimi sigurisht, edhe për projektet e reja do të pyesim, por dua të fillojmë nga fëmijëria jote, duke qenë se ti je rritur në një ambient ku ka pasur muzikë dhe në një farë mënyre do t'i shkojë muzikës, apo si ka qenë, çfarë kujton nga gjithë fëmijëria jote? Po, dëshëm ose dëshëm, po vim, ka qenë ai iniciatori që unë ta filloj të muzikën, t'jem në shkollë të muzikës, natyrisht edhe këndimin. Unë ka pasur një fëmijëri kogja të mirë, jo që jam edhe djali në gjatësumës, po unë kam pas një fëmijëri shumë të mirë, shumë të bukur, nuk më ka mungu asgjë. Çka kam pas nevojë e kam pasur, sa i përket anës profesionale, në për festivale, për fëmijë, çdo herë kam marrë pjesë. Pastaj kemi filluar këngët për të rritur. Kështu mund ta përmbledhim me një fjalë, një fëmijëri shumë të... Ke kujtime të bukura nga fëmijëria. Shumë të bukura. Sigurisht. Ke marrë pjesë si fëmijë, ke marrë pjesë në këto festivalet e fëmijëve në fakt që kanë qenë Ylberi, Bilbilat këndojnë, që ke marrë edhe çmime, po. Se i mora disa informacione. Ato vite tash nuk i mbaj mend datat ose vitet, po ka qenë shumë herët kur kam marrë pjesë për ato festivale, ku jam shpërblyerë me çmim, së bashku me djalin e Axhës. Në shumë festivale, në shumë, ku ka pas festival, unë ka marrë pjesë, kështu që nuk i mbaj mend edhe me se vitet edhe po ecin tash. Po, megjithatë, dua të pyes nëse i kthejmë pak ato vitet pas, sa ka ndikuar edhe këto çmime që i ke marrë, sa ka ndikuar edhe në vetbesimin, për të rritur vetbesimin, sepse besoj që edhe për çdo fëmijë, edhe për çdo të ri, çmimet që i japin, sigurisht japin motivim edhe për të vazhduar më tej. Unë të them drejtën, tash fillojmë prej fillimit. Në për festivalet për fëmijën kur ka marrë pjesë, edhe pse ka marrë çmim, ndoshta çmimin e dytë, çmimin e parë, prap ka marrë pjesë vitin tjetër. Po. Jo ndoshta që prap ta marrë çmimin e parë ose çmimin e dytë, po vetë ajo. Për eksperiencë dhe për eksperienca, energjia që ta jep motivimin për të marrë pjesë prap në për festivale, kjo ka ndikuar, domethënë edhe sot e tutje ku jam tani. Sigurisht, ndikojnë, pra ndikojnë edhe çmimet edhe ditët e sotme. Çmimi domethënë që po ta japin për çka se vlen për diçka, edhe për atë. Për atë edhe ka marrë pjesë prapë në për festivale tjera. Shumë e vërtet. Pastaj kanë ardhur festivalet Nota Festi me radhë, ku fillimi ku ka marrë pjesë në Nota Fest, jam shpërblim me çmim. Po prapë ka marrë pjesë në festivalin tjetër Nota Fest. Po e tjetrin 3 vite me radhë. Po, në fakt në vitin 2003 ka qenë e para kur ke marrë pjesë në Nota Fest me këngën Dua Dua, nëse s'gaboj? Dua Dua. Dua, po. Ti më mirë se unë po i marr. Po i morëm informacione tash. Unë thash ne jemi rritë dhe unë kur
hyra ti kujtoj. I gallova 2003, 2004, u mundoj pa në shtëpi ta rikujtoj për në 2003 ka qenë me këngën Dua, ku ke marrë, sigurisht edhe atje ke marrë çmim, pastaj ke marrë edhe në 2004 me këngë tjetër, ke marrë çmim, çmimin e performancës skenike më duket ke marrë nëse më. Pastaj përsëri ke bërë, kështu që përsëri ke marrë pjesë në... Po ta la emisionin, unë e dalë, më mirë ti, tregoj sendet. Po, ashtu është, mandej ku u shpërbleva edhe me çmimin e publikut, ka qenë kënga Mos më thuaj. Ku aty vetë se më fillova të shpërthejnë në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri. Ajo ka qenë kënga që të ka vendosur në hartën e muzikës, le themi, vula e karrierës time. U kam pas videoklip pak më herët se ajo, do të thonë një pikloti ku fillova, ku I kisha edhe flokë të gjata. Po pikërisht për këtu dua të ndalem pak të flokë të gjata, sepse teksa I shihnim edhe videoklipin sigurisht edhe thash që nuk ke ndryshuar në fytyrë fare, je po I njëjti me gjithë ato vite, me gjithë ato flokët vetëm kanë. Cili është sekreti? Sekreti. Ne pak bëjmë hajgare në, jo vetëm ashtu në emision, po edhe jashtë në jetën private. Qka të batë që e ka qiri? Unë zakonisht I bëj hajgare gjarpri. E pin gjakun e gjarprit? Mos ju ajpë si ide njerëzve se ndoshta edhe provojnë? Nuk e di cili është sekreti, po ndoshta pësonin nuk... Ndoshta një bandat vetën. Edhe genetike, në base edhe genetike. Edhe një tip që nuk e lodhi kokën fare për shumë sende. Kjo është shumë mirë. Nuk e maltretoj, kështu që... Mendoj që edhe energjia pozitive që rezaton, sepse unë edhe desha në fakt që ta them në fillim, por që mbase ajo ndikon shumë te njeriu. Unë jam një tip që e kam... Je shumë e këmbë në tokë, në fakt nifesh nga ato këngëtarët që... shtruar, jo me stres, me energji negative, gjithmonë Kjo është slow. Edhe kjo është mirë sepse të ndihmon edhe në karrierë, pastaj edhe në jetën personale, edhe në jetën private. Nëse diçka bën, mund ta rikthesh? E vërtetë, nuk mund ta rikthesh, po. Po pse mos ta marrësh shtruar? Nuk mund të ta rikthesh më atë. E vërtetë. Ka ndodh. Vazhdo më tutje. E vërtetë. Do duhet të vazhdoj. Ta ha vetën pse nuk e kam bërë këtë, pse e kam bërë këtë. Po ndodhi kjo, po ndodhi. Çka më bëj? U bo. Ai bien kjo që s'ke pishmane në jetë deri tash, për shumë më herët nëse kur ke qenë edhe në ato në le të themi në top ato kohën më të mira ku edhe si këngëtar ke pas diçka tash I bi pishman. Nuk I bi pishman për diçka kështu se unë çka e kam arrit, po. Pse s'kam punuar ala më shumë. Me muzikën, me sendet, ndoshta kjo do të më është diçka që megjithatë asnjëherë nuk është mjaftueshëm, besoj, apo edhe po të kishe punuar më shumë prapë do të ishte mjaftueshëm. Muzika është e gjanë shumë, kështu që po edhe në profesion, edhe në shkollë të muzikës, muzika është e gjanë shumë, kështu që gjithmonë ka diçka të re, gjithmonë. Po prandaj po them që edhe nëse kishe bërë punuar më shumë, përsëri do thoje që prapë do kisha punuar më shumë. Sepse asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Më thuaj pak si ka qenë edhe të mbash edhe mbiemrin Suma, domethënë kur të dalish në skenë të paraqitjes, se në fillim sidomos të kanë paraqitur si djalin e gjatë Sumës dhe ka qenë një përgjithësi besoj për ta shfaq kur del. Unë ato nuk e mohoj as pak, në fillimet e para edhe më kanë thënë, normal, Valon Suma, po edhe si djali në gjatë Sumës. Me atë emër krenohem edhe sot e tutje. Bile do ta ceki një javën e kalume isha në një mbrame në Dojran, me disa mjek nga Kosova, ku isha më këshin ftuar mu si këngëtar, t'i zbaviti, po ma ba një mjek. Tha ti djalin e gjatë Sumës, tash po unë vetë. A e dinë tha se e kemi dëgjuar në gjatë Sumën më herë për stadiumin, për koncerte, për... Thash, a unë tash e më mirë? A në gjatë Sumën? Thash, ta ndëgjë. Në gjatë Sumën, tha ka qenë. Po, s'mundet, nuk zëvendësohet. Tash më gëzove. Po. Tash më gëzove. Kështu që unë e mbure ma. Sigurisht, sado që e ke marrë talentin. Unë e mbure me babin tim, se është, me të vërtet, ka qenë edhe është ikone I muzikës shqiptare. E vërtet, shumë e vërtet edhe... Që nuk ka bo lakesa ju të këndoj kështu të këndoj, vetëm Shqip. Këngë patriotike, këngë mirëfill ta Shqipe. Shumë e vërtet, I ka qëndruar gjithmonë besnik asaj që e ka nisur prej në fillim edhe për 20 vite, se kishte 20 vite karrierë. Tash ne kemi fillu, tash edhe koha e ban të veten, ku...
ka kombinime të popullores me moderne, sigurisht, por që sërish ti qëndron asaj për të trashëguar brez pas brezi. Dhe në fakt e mira është që edhe ti shumë shpesh i bashkangjitesh edhe ti për këto projekte, sepse di që këndoni edhe shpesh edhe bashkë, këngë popullore, edhe në për koncerte, apo? Zakonisht për çdo fund vit të përgatisim nga një sofër shkupjane. Po ja, këtë vit pak ndoshta pse shumë aktivitete, edhe babe edhe unë, pse është në ansambël, edhe unë me disa aktivitetet mija, tash që po bëjmë jo në përmbrame, jo në përdarsma, kështu pak, këtë vit e kemi lan pak. Po si djetë, deri në fund vitit. Megjithatë përsëri keni pas edhe këngë të cilat i keni risjellë së bashku, këngë popullore. Si është të punosh edhe me babain tënd? Është mbase edhe i rept në këtë pjesën e muzikës? Unë jam më i rept. Apo? Unë kam qef të ta punojmë, o e punojmë, o nuk e punojmë hiq. Me thonë, e kemi këndu, mirë është, jo, s'është mirë. Do ta këndojmë edhe një herë. Ndoshta pse edhe unë jam pak, nga veshi muzikës jam pak më kritik. Duke qenë edhe mësues, apo? Edhe mësues po jam arsitori muzikës, po unë jam edhe nga ana profesionale e këndimit, unë jam më fanatik, pak i dëgjoj shumë disa finesa, disa gabime që ndoshta dikush nuk i dallon, po unë veshim e dallon atë. Ti do ta përmirësosh edhe pse e din që publiku nuk do ta dallojë. Nuk do ta dalloj, po veshim nuk e pranon atë, kështu që do të edhe një për fillimit ta inqizojmë. Çfarë të thot në atë rast te baba jot kur mirë është bre babit mirë. Jo nuk është mirë, edhe një herë do të shkojmë. Duke i kritikuar ti tash, duke ja dhënë ato kritikat. Po, tash çka po. Ti rikthehemi sërish atyre fillimeve para se të dalin tash edhe tek jeta edhe në fakt edhe do të kërkoj edhe një këngë që unë e preferoj shumë që edhe ditët e sotme e dëgjoj. Ato flokët a do i rikthesh apo jo? Flokët e gjata. A do i rikthej. Nuk shpresoj se do t'i rikthej për shkak se ato flokë dojmë. E kishin kohën, në? E kishin kohën për dhe dojmë punë. Në mëngjes, nuk mund tash të zgjohesh me ato flokë të dalësh. Po duhesh të t'i lash, t'i pastrojsh. Është pak... E po e shef emra çfarë vuajnë. E di, po për atë edhe po them që është obligim për ato, po... Miriam edhe kështu, super. Edhe shumë mirë, sigurisht. Megjithatë, e ka pas atë kohën e vetë dhe i e komentuar besoj shumë. Gjithçka në kohën e vetë. E vërtet. A i e komentuar shumë në atë kohë për pjesën e flokëve, se ke qenë, jo vetëm pjesën e flokëve, në fakt ke pas edhe disa videoklipe që shumë rebel ke dalë. Domethënë, edhe kënga kur ka qenë më e qetë ose pak më balat, mënyra se si e ke marrë videoklipin, si e ke bërë, ka qenë rebel. Paktën ashtu ma ka lënë përshtypjen mua. Më herët normale. Ato komentet, si të mirat, si të këqijat, unë i ka pranuar me pozitivitet për shkak se... Sigurisht. Duhet të flasin diçka për ty. Po më mirë duhet të flasin keq, po nëse jo keq duhet të flasin mirë. E vërtet. Gjithmonë do ketë. Gjithmonë, ajo nuk më ka penguar as pak. Unë kam pas edhe komente negative, pse flokët e gjata, pse ashtu, pse kështu. Po që s'te ka interesuar. Po ja, tani po flat, si thua ti, të kemi njohur me flokët e gjata, po diçka duhet flitet. Ashtu është, e shesi përmendet, dhe më thonë ti me të vërtet atër ke qënë, po ja që përmendet edhe në ditët e sotme. Sa është të kjo pjesa e komenteve tash dallimi, sepse po i kap të dy kohët, në fakt, kohën e rrjeteve sociale dhe kohën e televizioneve. Dhe në atë kohë, edhe pse ka pas komente, nuk është që kemi qenë shumë të... I kemi parë shumë komentet, sepse nuk kemi pas mundësi, vetëm nëpërmjet njerëzve kështu, po tash i shohim çdo ditë në fakt në komente në Facebooka, në rrjetet sociale. Si e sheh këtë dallimin e kohëve edhe në aspektin e muzikës, në aspektin e performancave? Ma herët, jo, unë jam një gjenerate pak më të herët, po më herët ka qenë me të vërtet më mirë. Po flas në anën profesionale të muzikës. Muzika është dëgju, është shiqu, është interpretu, i ka pas të gjitha. Ta është vetëm shikohet. Nuk dëgjohet. Ta është kemi muzikë vetëm për të shikuar, shumë e vërtet, muzika komerciale. Si e në këtë aspekt, nuk e preferon... Jo, tash, të ardhe me kohë, të ndryshu edhe unë, po me pas qenë unë me vendos, do i kësha rikëti prapa të kohë, të ndëgjohet edhe të shikohet, jo vetëm të shikohet. E vërtet, edhe nëse mendoj që ato këngë gjithmonë të dëgjojnë, ndërsa këngët që bëhen sot janë këngët që dëgjohet sot nesër dhe pas nesër edhe nuk dëgjojnë më. 2-3 ditë është çudia më e madhe deri në momentin që dalin, sepse edhe këngëtarët në fakt po nxjerrin shumë këngë. Domethënë një këngëtar po nxjerr ndoshta po një muj 2-3 këngë. E vërtet, kurse ju më herët keni punuar shumë për ta nxjerrë një këngë dhe publiku e ka prit me padurim. Unë ta them videoklipin e parë, kur e kam lansu, me të vërtet është punu shumë. Ta videoklip, po edhe si këngë, edhe si videoklip.
Edhe me atë këngë unë e kam dëgju, jo e kam dëgju, po e kam dëgju deri në kur kam marrë pjesë në Nota Fest. Do të thonë prej 2003-s deri në 2005 kur kam fitu, është dëgju ka qenë, do të thonë 2 vjet, një këngë. Shumë e vërtet. A tani duhet t'i bësh 3-4 këngë për t'i dëgju 4-5 muaj. Aq, vetëm deri në momentin që do dalin edhe këngët e tjera. Ti je aktiv. Për shkak se tash ka shumë këngëtar. Po. Është konkurrencë më e madhe. Konkurrencë e madhe edhe patjetër duhet të bësh diçka më tre që të flitet prapë për ty. Shumë e vërtetë. Për shkak se ka shumë. Po. Përveç asaj, përveç që dëgjojnë shumë shkurt, për shembull këngët edhe të vjetrat, edhe në momentin që ne sot i dëgjojmë, i dëgjojmë me shumë nostalgji ato këngë. Ne gjithmonë sidomos e them që ka disa këngë që patjetër duhet të risillen. Mos i ndryshohet shumë ai origjinaliteti. Unë do thoja Angel që më ndriçon, edhe do doja shumë që ta këndosh këtu nëse një pjesë të paktën, nëse ka mundësi. Unë kam pas të preferuar dhe vazhdoj ta dëgjoj. Unë e kam menduar që kjo këngë të rikthehet prapë me një produksion pak më të mirë, pak më modern si tash që janë, por normal, mos ja humbish atë origjinalitetin që ka, po. Atë këndimin si ka qenë më herët. Kujtoj ditët që kaluam, kujtoj lotët që pikuam, sa shumë gëzime përjetuam ne. Ti më thoje se më do, ti më shfaqesh e kudo, sa larg meje ike ti e më le. Ti je drita që më ndriçon, e në gjullnate që më shpëton, ri pran meje të dua gjithmon. Ti je drita që më ndriçon, e në gjullnate që më shpëton, rini pran meje të dua gjithmon. Sa e bukur. Pa tjetër duhet ta risjellësh. Duhet ta risjellësh sepse unë besoj që edhe kjo origjinalja dëgjohet edhe në ditët e sotme. Thash unë të dash edhe më herët që dëgjoj. Ata kërkojnë shpesh? E kërkojnë. Cila është këngë tjetër që ta kërkojnë shpesh gjithmonë për ta kënduar edhe në mbrëmje kur shkon? Për të vjetrave flas. Kjo është, do të thonë, kjo është kënga që më shumë ti e kërkojnë. Ndërsa sa i përket atyre tjerave është shpirto, po të betohem, po. Kjo është ajo kulmi. Zakonisht nga fundi më aty më ku. Po. Ku çlirojnë gjithë. Po, është një balad shumë e bukur në fakt, është shumë këngë e bukur. Ke pasur edhe bashkëpunime edhe me këngëtar të tjerë, sigurisht gjatë gjithë kësaj periudhe. Një prej bashkëpunimeve në fakt që keni qenë në Nota Fest nëse s'gaboj me Berkanin. Top Fest. Top Fest, po. Në Top Fest me Berkanin me këngën Paparazzi. Paparazzi, po. Si kanë shkuar edhe në atë kohë edhe bashkëpunimet, sepse ka qenë interesant kur sot i shohim këngëtarët, kretat të këngëtarë me të cilat ne jemi rritur, i shohim sigurisht duke vazhduar në jetët e tyre, por në atë kohë ishte shumë bukur kur i shihnim së bashku në skenë, po. Ajo kohë kthehet. Edhe kënga Paparazzi ka qenë një këngë shumë e bukur, ku e ka bërë Ocko, tekstin bashkëshortja ime. Apo, këtë se pas kam ditë që Doruntina, po. Po, Doruntina është tekst shkruesje që edhe këtë këngën e re që tash që e kam edhe është nga... Ajo është tekst shkruesje. Po, nuk e di, ka pas emocion më herët, ka pas edhe kur ke kënduar e ke... S'di si ta them, ajo gjej nuk përshkruhet, tani më herët ka pas edhe emocion kur ke dalë të këndosh. Ke pas emocione, si do të delë, si do të bëhet. Ta është dalim pa, se jemi... Jem mësuar si robota, jem mësuar, po. Ke këndon edhe... Hajt, mo. Edhe këto të rind, e shef edhe të këto të rind këtë që dalin pa emocion, apo... Ta është varet se çfarë këngë është, por në përgjithësi është... Nuk është ma emocioni që ka qenë. Nuk është ma emocion, ma emocion, ato këngë nuk... Po tash ndoshta do të vjen edhe prapë do të kthehet ajo kohë që do të dëgjohet dhe do të shikohet. Shpresojmë shumë që të ktheheni. Po duhet punojmë, jo vetëm unë, po duhet punojmë ne që i themi vetes këngëtar, duhet punojmë edhe ashtu është, përcjell. Ta përcjellim te publiku.
Sigurisht edhe gjeneratat e reja, sepse duat të prek pak edhe atë pjesën që ti në fakt je edhe arsimtari i muzikës dhe si e sheh këto gjeneratat e reja, si e sheh interesimin për muzikë, për të bërë muzikë të mirëfill tek gjeneratat e reja, sa është e rëndësishme që tu trashëgohet ajo që ju e keni pas më herët? Tash gjeneratat e reja, sidomos kjo teknologjia tash, telefonat, TikTok, Instagram, moj ka bo, na ka bloku të gjithë, jo tash mo kjo po ndikon edhe tek fëmijët, unë jam arsimtar i muzikës, tek nxënësit. Është një kohë që nuk më bjerë mu që të flasë për atë send. Se dhe që ky po shet mend. Po me të vërtet, këngët tash vetëm i shohin. Unë i shoh nxënësit, vetëm me këngë komerciale, këngë, tash nuk du të hyj se çfarë zhandit tash. Po. I dim ato këngët që i dëgjojmë çdo ditë, po. Ato ndëgjojnë, nuk ka diçka që është interesuar që me të vërtet do të këndon, nuk po them që s'ka, po janë në gishta. Më të rrallë. Cila është këshilla më e shpeshtë që mbase u jep edhe nxënësve të tu kur bëhet fjalë për muzikën, për ta ruajtur muzikën e mirëfillt? Unë zakonisht kur ju them të këndojnë diçka. Ata këndoj këtë arsimtar, jo më arsimtar. Këndojve diçka shqip, a pa këngë kemi ne, popullore, po edhe zbavice, edhe këngë serenade, edhe zbavice, këngë patriot, çfarë do që tjetë, po këndojve diçka tjetë e jona, mos i më ato këngë, se nuk kanë kohës gjatja ato këngë janë 1 muj, 2 muj, 3, 1 vit. Shumë e vërtet. Dhe ndonjëherë na ndodh që edhe nuk dëgjojmë këngë shqip, vetëm për faktin që nuk ka këngë të reja të mirëfillta. Po e marrë një shembull, Alban Skenderaj, 4 koncerte në Prishtinë. Po. Me të kënaqë veshi, me të kënaqë shpirti duke ndëgju. Po. Tash nëse flasi për muzikë. Po, sigurisht. Madje pati edhe këtu në Shkup Yll Liman. Po. E ndëgjon, edhe e këndon. Nuk e shikon vetëm. I mbyll vesh edhe ta shikoj. Pra sigurisht ka, Alban Skenderaj nga të vjetrit, po Ylli në fakt ka qenë viteve të fundit, nuk është nga të vjetrit, por që kemi disa që ti ndëgjojmë edhe ti shikojmë. Janë më të rrallë se kanë qenë më herët. Po, normal. Valon ti e dhe baba i 2 fëmijëve, i 2 djemve, Leonit dhe Gertit, të cilët ne i përshëndesim shumë, sepse tash sa më tregoi gjatë reklamës një fotografi ku djali jot të shikonte me ato popcornat aty, sikur me pa një film. Shikonte, më herët, para se të bëhem baba, më thoshin, ajde, prit edhe pak. Do ta kuptosh më andej se çka është fëmija, me të thënë drejtën, me të vërtet, ku ti kisha pas më herët, tani. E ma mbushin shpirtin, e mbushin shtëpin, i kam si dritë e syve ato dy. Nuk, tash, jep si janë të mitë. Por janë të bukur, e vërtet. Shumë... A ngjajnë më shumë nga bashkëshortja, apo se më duket se të pakti në fotografi që i kam pa i vogli ngjajnë më shumë nga bashkëshortja? Leoni është pak më shumë nga bashkëshortja, ndërsa Geti... Ashtu po të thojnë tash, Geti ma shumë... Si që shohin të tjerë. Ma shumë nga unë. Shumë fotografi e bukur ashtu kur i shohim një familje të lumtur sigurisht, edhe gjithmonë na vjen mirë që... Ja, ky belagjia i vogël. Sa të mirë. Shumë të bukur. Gjithashtu e përshëndesim edhe Doruntinën, bashkëshorten e Valonit, që e përmendëm, do ta përmendim edhe tek kur do të dalim edhe tek ajo 2 fjalë, sepse unë nuk e dija që në fakt ishte edhe tekst shkruese. Dhe mbase duhesh të ta kemi edhe këtu në studio për të na treguar pak edhe se si erdhi ideja. Nuk është ajo e kamerave, është. Ma mori mendja në fakt. Ajo ku ka tekste për të shkruar ato i ban i qendis. Po kështu e ka pak. Nuk do të qëndroj më shumë në prapavija, po... Siklet. Si reagojnë kur të shohin pak në aspektin atë si artist edhe fëmijët, edhe kur të shohin, dol babaj në televizor, ose diçka kështu. Po kur bëhem gati të dalë, dikun të shkoj, ku po shkon babi? Unë i them, po shkoj të muzika. A e di kur i them, po shkoj të... Se me shet duke u regullu, duke u vesh, ku po shkon të muzika? Okej. Super, kur këthejmë pasi se rinë qutë, do të më preta, i dirin 1-2 natës, 3, qutë kur vi, mande e zënë gjumë, i flemë, babi, a ishi të muzika, a isha, super, good. Sa mirë të pret për ti parët në base edhe ato se si ke kaluar. Nuk e di,
A të mungojnë kur duhet ndonjëherë që të lëvizesh shumë shpesh brenda një periudhe? Mua më mungojnë tash kur flas, sa dola për shtëpisë. Është një ato dy kam pikat e dobta të mia. Sa e bukur. Nuk di. Edhe kur bi të flej, ose me njërin ose me tjetrin, ndrohemi. Për shkak se tash nuk 4 vetave nuk razem me një krevat dopje, po nuk e di. Të qenurit, ju them, të qenurit baba, prind, sidomos është ndjenja më e mirë që ekziston në rruzullin toksor. Si të ka ndikuar të qenurit baba edhe në aspektin edhe profesional? Je motivuar mbase më shumë për të sjell edhe... Shumë pyetje e mirë. Më herët, do të shkojnë në brame, do të shkojnë në tasma. Tash mezi pres... Të kthehesh për në mbramet? Shkoj të punoj edhe të kthehem për djemt e mi. Për t'i parë fëmijët. Për t'i parë fëmijët, të lumë, të mos i munge asgjë. Hiq. Çka do që ta kërkojnë, do ta kenë. Deri frymën e fundit. Kjo është gjumë e bukur. Për kujdesin si e ndani, se besoj me këto që i the, nuk je nga ato tipa që gruaja duhet t'i ruajë fëmijët, apo bashkëshortja duhet t'i mbaj. Unë jam asi fanatiki që nuk e lejoj. Vetëm bashkëshortja. Po pse? Pa edhe ato fëmijët e mia, nuk janë vetëm të bashkëshortës. Edhe ato janë të mirë, kështu që punët e fëmijëve do t'i ndajmë gjysë. Ti gjysat, unë gjysat. Sigurisht, Drimin e pelenave, bëj unë bëj? Pse? Çka mungon mu? Duart i kam, gjitha i kam, kështu që do ta bëj unë. Kur si ti e bëj unë, kur si jam unë do ta bësh ti. Ashtu duhet jetë në fakt, ashtu duhet jetë, po ne te shqiptarët është ende ka mbet, mbase ka ndryshuar të gjeneratat e reja, megjithatë ka mbet pak ajo ideja që bashkëshortja duhet miret me fëmijët, gruaja duhet miret me fëmijët. Po ai fëmijë duhet të rritet me dy prindërit, nuk duhet të rritet vetëm me lëmoshën e nanës ose vetëm me lëmoshën e babës. Sigurisht. Ai fëmijë duhet të rritet me dashurinë e të dyve. Mos i mungoj as babi as mami. Shumë e vërtet, sepse ka nevojë të dy prindërit t'i kenë aty edhe për mbase edhe kur të rriten diçka mund të folë me mamin, po diçka tjetër mund të folë me babin, kështu që duhet ta ketë ata fërsinë tek të dy anët, sigurisht fëmia. Normal, është unë për vetin tim nuk e shoh të arsyeshme vetëm bashkëshortja ti ban këto. Vetëm një person, po. Tash nuk po them që s'ka asi tipa asi njerëz, po unë nuk e... Por që nuk duhet jetë ashtu, shumë e vërtet. Nuk e lejoj, unë i ndjes të meci si më shumë se krejt bota. Je i përkushtuar shumë të ato. Si e ndjen, e kanë atë trashëgimin, e kanë trashëguar talentin për muzikë, si eshe i vogli, mbase shumë i vogël për ta parë tash, po me gjitha të djali i madh mbase... Kanë diçka nga babi, po tash ndoshta pse është edhe pak herët, nuk mund ta dëgjojnë muzikë, dytë në dëgjojnë muzikë të huaj, muzikë angleze. Po nuk e di pse sidomos ky tash Gerti i vogli, Teddy Swims, Banson Bone, vetëm ato i ndëgjojnë. S'di pse... Do më thënë paska vesh për muzika, po ka ditat mërësore. Kur i lëshem ato këngë, vetëm dalet më shkon. Tash këngën e re, videoklipin e ri, dy fjalë, kur ja u lëshoj, koncentrohet maksimalisht edhe ndëgjon. I ka pëlqyer, do të thënë, e pas ke marrë atë feedbackun. Do të thënë vulën e ka marrë prej djemve, kështu që feedbackun edhe ti edhe bashkëshortja me tekstin me që e dëgjojnë. Edhe me këndim, po edhe me tekstin normal. Sigurisht edhe ajo. Ti je i përkushtuar sigurisht edhe për familjen, po në përgjithësi edhe njihesh si person që sepse edhe me babain tënd je i afërt, gjithashtu edhe me motrën me Jehonën, e duke qenë se jemi këtu, unë në fakt kam bërë një surprizë që do ta shfaqim tash, nëse ka mundësi regjia ta shfaqim surprizën. Për Valonin, me që flisnim edhe për familjen. Përshëndetje për të gjithë juve shikues të emisionit Prizma në Alsat. Përshëndetje, një përshëndetje speciale do të shkon për mysafirin që e keni sot, edhe atë special. Momente kur mirë dhe për të bërë një video mesazh, të them të drejtën, gjëja e parë që më ka shkuar në mend ishte se si Valoni është një baba i mrekullueshëm. Unë jam shumë e lumtur që fëmijët e tij, dy djemtë e tij, shohin se sa fort punon ti, se sa shumë kujdesesh ti për ta,
edhe shpresoj që një ditë kur të rriten do ta kuptojnë atë se çfarë ke boti për ata. E për Donin, djalin tim, ti nuk je veç daj, ti je një shembull edhe je figurë shumë e rëndësishme në jetën e tij. Edhe unë jam shumë krenare që Doni ka një daj si Valoni. Sot teksa të shohim në ekran, zemrat na mbushen normal me shumë emocione sepse ne jemi familje. Edhe nuk është veç prezenca jote në emision, është historia jote, është rruga jote, është krejt ajo që ke ndërtu ti edhe që t'ka bo t'jesh ky që je sot. Vazhdo të ndriqosh, Valon. Vazhdo të punosh me zemër, sepse ti je aty për shkak sinqeritetit tënd, për shkak punës tënde, për shkak asaj se nuk je dëshpëruar asnjëherë dhe që i ke realizu të gjitha ëndrat që ke dasht në jetë. E neve do të dojmë sot, nesër edhe për gjithmonë. Të duam shumë. Bye! Falenderoj Jehanën edhe për këtë video mesazh. Është bukur, prandaj unë edhe fola domethënë edhe për kushtimin që e ke, sepse ja fjalët e para në fakt që tha edhe Jehana për ty ishte një babaj mrekullueshëm, prandaj po pohoj le të më konfirmoj edhe atë që po e flisnim edhe atë që e diskutuam deri tash. Wow. Si e prite këtë mesazh? Plas ka shkomendja, me thonë drejt. Po ja që ju televizionit për këtë sen djeni. Duhet edhe ne t'i bëjmë këto surpriza. Ju jeni për këtë sen, me ba surpriza, po... Merë shumë mirë. E di që je shumë i afërt me Jehanën. Shumë, është krau im i djathtë. Edhe du deri në pikën e fundit. Me bukur kja. Është drita e shtëpisë. Diskutohet. E falenderoj edhe një herë Jehanën sepse më buroi me një herë sa i vetëm thash. si motra, pse është motra ime, po Jehana është edhe hallë e mrekullueshme është. Nuk e dallon fëmijët e mi nga Doni, nga djali vet. Do të thonë është e njëjta. Si me djalin e vet, si me djemtemi. Kjo është Kështu që edhe unë i them, motër, të dua deri në maksimum. Shumë e bukur kjo, sigurisht. E po hallat se unë vetë kam një mbesë dhe në fakt mbesa nipër kam disa. Dhe është një ndjesi shumë e bukur, kështu që prandaj hallat, besoj edhe fëmijët e tu kur vin Jehona ose kur e shohin, besoj që reagimet duhet të jetë nga më të mirat sigurisht. Valon, sepse ndonjëherë na duket koha sigurisht shumë, por që hikin minutat, unë dua të pjesë të ndalemi sigurisht, dua të ndalemi edhe tek kënga e fundit, rikthimi yt apo me këtë këngë ishte edhe rikthimi yt me videoklip edhe në ekran, le të themi, me këngën dy fjalë. Para emisionit më pyete, nuk është që unë jam shkëput nga nga muzika, unë në Bramet i kam vazhdu, dasmat i kam vazhdu, po se për këtë ekranit t'jem pak ma aktiv, kisha një shkëputje të shkurtur, më të them. Edhe vendosa që të bëj diçka të bukur, të sjellë diçka të bukur që të ndëgjohet. Jo vetëm sot, po të mbetet. Edhe fëmijët e mi kur triten kur ta dëgjojnë këtë këngë që ta rikujtojnë atë kohën. Të jetë e bukur edhe pas një kohe, sigurisht të vazhdoj të qëndroj e bukur. A ishte ideja jote për ta sjellë apo edhe bashkëshortja jote mbas e kishte menduar këtë tekstin? Kjo këngë ka histori. Jo histori kështu, po ka histori në punim kër është bërë. Kjo këngë është bërë para 5-6 viteve për Bonfest. Kur ka qenë Bonfesti në Shkup, është mbajt njëherë edhe mas nuk i kam pa ato incizime ku janë. Ku këtë këngë e kemi bërë të Artan Kastrati. Aja ka bërë njëherë këtë këngë, ku kam qenë. Kemi qenë bashkë në studio unë, Artan Kastrati, ka qenë edhe Berkani. Që i përshëndes të dytë, mos mendoj që i haroj për këtë, pastaj edhe i lama zgja, kjo mbeti kjo këngë, vetëm e këndosha. Tekstin bashkëshortja e ceka ma herët, por me ko të ndëgju, pse unë këtë këngë nuk e bëj përrap t'jap një aranjman pak. Një përpunim më të bukur. Pse ta bëj një videoklip, teksti bukur, melodi e bukur,
Po shpresoj thash që do të del edhe videoklip i bukur. Po ja, pastaj isha në Shqipëri, te kompozitori Shpëtim Saraçi, ku edhe atë përshëndes shumë, për këtë aranzhman të dy që ka bë. Dhe pastaj e realizu videoklipin me Daniel Joveski, ku të ja kusht. Edhe doli një diçka shumë e bukur në fakt. Si u prit? Si e sheh deri tash, si është prit edhe prej publikut? Po, është prit shumë mirë, kam komente shumë të mira, ku mesazhe në kanalin tim të YouTube-it. Kam komente shumë të mira, një rikthim me shpesh ta kusht. Valën Suma me një rikthim shumë të bukur, me një rikthim ala më të mirë, ala më të fuqishëm, ku jam. Pra ka qenë një rikthim shumë i mirë. Shumë i mirë, po edhe shpresoj një rikthim i suksesshëm. Ku ndoshta të tjetë fajtor ky videoklip që unë filloj prapë punoj diçka. Punoj diçka tjetër, do kesh edhe diçka. Po fjalën do ta jap që edhe Angel që më ndriçon do del më mirë se çka qenë më herët. Edhe do ta vish këtu në fakt do ta bësh atë premierën apo të presim që këtu ta bësh premierën e Angel që më ndriçon. Patjetër, se ndoshta atëherë ka qenë edhe zani im pak më i ri, ku shpresoj tash me këtë zan tash që e kam do del ala më bukur se që ka qenë më herët. Sigurisht. Ai incizim let ngelet për gjeneratat më herët që kanë qenë, ndërsa ky tash do të jetë diçka më tjetër. Më tjetër. A ka qenë ky videoklipi që u komentove shumë, Valon Suma pëson aksident, incident, është prerë, Gjatë gjirimit të videoklipit, unë i kisha du incizu, tash i kishme një make-up, ku punon të krau këtu, që është evrar, do t'hin gjami, do t'ket gjak. Edhe duke e punu, po fotografon. Edhe nuk e di kujt ja dërgova atë foto, si hajgare, edhe vetë se mo e kishin lartësu, i shpërnda, Valon Suma pësona, po mirë bre thash që nuk gjetë diçka ma but me tregu, po se aksident. Ma ndej në punë aty, më shiqonshin nga krahat. Qka keni, a i mirë, po mirë bërja, po kësi e bona këtë. Po tash teknologjia, make-up-ish, qka së nuk ban. Po, e kam pritur që t'jesh i qarë edhe në kratë. Po, kam pritur, mos kam do një qenjë këtu që të gjamit, po. Tash po vjen. Po e sqaruam, sigurisht e sqaruam që ka qenë videoklipi i ri, besoj që kur doli më videoklipi e kanë ditur se për çfarë ka qenë fjala. Ka qenë, është punu kogja shumë, gati 3-4 ditë e kemi incizu videoklipin. Dhe si përfundim doli kjo që doli diçka shumë e bukur. Nga ana ime shpresoj që ka dalë shumë mirë. Po edhe nga ana e komenteve që janë shbërë, sipas asaj që e shohim shumë komente të bukura. Për fund thjesht, do më thënë do kesh, ky rikthim nuk do mbetet vetëm me 2 fjalë. Do kemi edhe ta fjalë tjera, apo? Po, shpresoj që mos mbetet 2 fjalë. Tash edhe 2 fjalë teksti. Do më thënë tash çdo kush do ta sheh veten e vet te teksti. Po. Cilët kanë qenë ato 2 fjalë? Më fal ose të dua. Po. Tash që lidhen ndoshta me njëra tjetrën. Po, edhe lidhen, po edhe dikush si do ta sheh veten, dhe ta kupton ashtu si e sheh veten. E vërtet. Po prandaj këto kënga janë të bukura në fakt se çdo njeri e merr ashtu personale në atë mënyrën e vet. Po këto me thënia ai tekst, jo vetëm ta lancojm. Normal ka ritmike ku duhet bëhet me disa fjalë dhe bëhet hit ajo. Po pasi që është edhe balat, rock balat, tjetë diçka e bukur për veshin. Mbetet gjithmonë edhe në veshin e. Ne shpresojmë që edhe Doruntina të vazhdojë edhe punën sigurisht, sepse ka qenë vërtet shumë i mirë, kështu që ky rikthim le të jetë edhe të vazhdojë edhe më gjatë. Faleminderit shumë Valon që ishe pjesë e emisionit, faleminderit që ndave nga rrugtimi yt, që i kujtuam pak edhe ato momentet, sigurisht shumë faleminderit që je pjesë. Unë falenderoj jashtëzakonisht shumë që edhe mu më ke rikthi në atë kohë. Prej asaj kohë më ktheje në këtë kohë, ku tash veç 20 vite i ke futur me një 45 minutë. Po, munduam është. Edhe ta ja fjallëm, po ndërprejmë fare. Se kështu për ndërprej jam edhe ne se ta rëtësimi keq. Po ta ja fjallën që ku ta realizoj këtë këngën do t'jem
Musafir. Patjetër, me shumë kënaqësi në fakt edhe do të kemi, mund të uroj shumë suksese edhe me projektet tua të radhës dhe sigurisht që presim. 45 minuta janë shumë pak për të përmbledhur sigurisht gjithë këtë rrugtimin tënd. Megjithatë u munduam. Shumë kishe përmbledhur me të drejtën. Faleminderit edhe për surprizën. Unë falenderoj televizionin Alsat. Kamermanët që kanë këtu. Regjina mbrapa që. Që bën një punë të palosme sigurisht. Bashkë që bëjnë, se pa këto nuk mund të vinë kemi këtu. Shumë faleminderit. Shumë e vërtet, faleminderit shumë edhe një herë. Të dashur shikues, këtu do ta mbyll episodin e sotëm. Unë dua të bëj një falënderim. Falenderoj Aria Fashion, të cilët janë kujdesur për veshjen time ashtu si gjithmonë për të më bërë komod dhe sigurisht edhe për të dukur bukur. Ju e gjeni në qendrën tregtare Dua Mall në Struk, por gjithashtu edhe në rrjetet sociale në Instagram dhe Facebook, ku mund të porosisni edhe online dhe ju asjellin deri në shtëpi. Këtu do ta mbyll emisionin. Ju së bashku me Prizmën do të jeni nesër për të përmbyllur edhe javën me kolegen Flora Shabani. Ju uroj një pasditë të këndshme. Bashkë mirupafshim.